Tani do t'ju shpjegoj pjesën tjetër, se cilat janë fuqitë e së cilës palë dhe përse Washingtoni nuk e sfidon Londrën. Wall Street dhe City of London janë më të lidhura se sa që mendoni ju. Ju që përpiqeni të gjeni armiq kudo, apo mes kujdo. Kapitalet lëvizin bashkë në botë. Për pjesa më e madhe e njerëzve nuk e njohin ekonominë, as kapitalet, as financat, dhe merren vetëm me raketa dhe me ushtar. Gjeopolitika lidhet me gjeoekonominë dhe lidhet edhe me dimensionin ushtarak. Kush i shkëput nga njëra tjetra nuk e kupton lojën fatkeqësisht. Elitat financiare të botës, miq të dashur, janë të ndërthura mirë me njëra tjetrën. Pra, ideja e një përplasje totale për ta hedhur botën në erë është një mashtrim i madh, është një iluzion i madh, është një rren e madhe, është një rren totale. Amerika nuk e sfidon City of London, sepse Amerika është bashkë një nga dy kolona, bashkë me Londrën, që komandojnë ekuilibrat gjeopolitik